Siguria në vend punishte është jashtëzakonisht e brisht. Kjo është si rezultat i neglizhencës, kuptohet, të kompanive ndërtimit të cilat nuk arrin mi plotësu elementet bazë të sigurisë. Që shpjegon faktin që 123 vend punishte janë blloku për shkak të parregullsive që i ka gjetë inspektorati i punës. Fillimisht faleminderit për ftesën, unë sfundi e ku marrë pozitën e kryetarit të shoqatës të ndërtimit në Kosovë. Ne si shoqatë të ndërtimit nuk e përfarsojmë vetëm ndërtuesin, por përfarsojmë ndërtimin në përgjithësi, duke përfshirë edhe qytetarët dhe punëtorët të cilët janë pjesë e këtij sektori. Duke pas parasysh që siguria në vend punishte është jashtëzakonisht e brisht. Kjo është si rezultat i neglizhencës, kuptohet, të kompanive ndërtimit të cilat nuk arrin mi plotësu elementet bazë të sigurisë, mirë po edhe mospërfillja e standardeve të sigurisë nga fuqia punëtore. Këto janë rezultat i dy javë që ka ardhur deri te kjo gjendje. Normalisht pjesë e përgjegjësisë janë edhe institucionet, sepse domthonë vetëm ku ka kësi raste tragjike, domthonë merren aksionet dhe domthonë bëhen këto fushatat kënë se për me sensibilizu qytetarët se po bëhet diçka e mirë në këtë drejtim. Mirë po janë disa hapa që duhet mu ndërmarrë sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë. Ne kemi pas një takim me zotërin Hoti ditëve të kaluara dhe kemi diskutuar për gjitha këto shqetësime, duke filluar edhe prej sensibilizimit dhe vetësimit të kompanive dhe fuqisë punëtore sa i përket sigurisë. Çka i pengon kompaninë, zotëri Vata, me i respektu rregullat të cilat i kanë të bazuara, qoftë në rregullore të brendshme, po qoftë edhe me ligj? Nuk i pengon asgjë, është punë neglizhencë, unë e konsideroj. Unë kur flas për sigurinë, se siguria nuk është domthonë diçka që duhet mu diskutu. Bëhet fjalë për jetë njerëzve dhe domthonë është pa diskutueshme. Unë mendoj që kompanit duhet me mrini, kjo duhet me kalu me një staz tjetër, duhet me pas edhe presion nga inspektoriatin, edhe nga një shoqatat përgjithësi edhe akterë që kemë bëj me sektorin ndërtimit, sepse domethënë aja ngutia që me mri punë të më shpejt, me kursy diçka, mirë por asnjëherë nuk mendojnë se për shembull këto mund me bëu dëm zakonisht në imazhe, kuptohet, mbi gjithherë kemi numrin e kemi punën e jetëve të njerëzve. Mirë po unë mendoj që kjo punë duhet me marrë më seriozisht.